Krist Aliaj, nuk më pëlqen muzika që bën Luiz Eli. Në një intervistë për emisionin Andale, Kristi Aliaj foli për muzikën e fituesit të Big Brother VIP Albania, edicioni i dytë, Luiz Elit, duke theksuar se nuk është as pak i tërhequr nga drejtimi që ai ka zgjedhur të ndjek. Mua nuk më pëlqejnë zhanret që bën Luizi. Në një ambient tjetër folëm të njëjtën gjë. Më vjen keq sepse ka gjithë atë hapësirë të bëjë këngë, studio e gjëra. Duan të shajnë sa më shumë, u shpreh Kristi gjatë intervistës. Deklarata e tij u pa nga shumë si një vazhdim i rivalitetit të dikurshëm mes tyre, që nisi brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Pavarësisht këtij kriticizmi, Kristi u tregua i kujdesshëm të theksonte se çdo artist ka stilin e vet dhe është i lirë të ndjek rrugën muzikore që dëshiron. Secili ka stilin e vet, ka të drejtë të bëjë atë që ndjen. Unë thjesht nuk jam dakord me zhanret që ai zgjedh, shtoi ish banori i Big Brother VIP Albania. Kujtojmë se në atë edicion të dytë të Big Brother VIP Albania, këngëtari Luiz Eli arriti të fitonte jo vetëm zemrat e publikut, por edhe çmimin e madh prej 100.000 eurosh. Ai vijoi karrierën në muzikë, ndërsa Kristi ka qenë më i stepur nga televizioni. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.